Ngjarja e Përmetit vazhdon të shkaktojë tensione në Athinën zyrtare. Deputeti djath në parlamentin grek, Nikitas Kaklamanis, ka mbajtur një fjalim lidhur me këtë çështje, madje duke i kërkuar që të jap llogari ministrit të jashtëm Evangelos Venizelos. Në fjalën e tij, deputeti i partisë së kryeministrit Samaras është shprehur se ngjarjet që ndodhen në qytetin e Përmetit në Shqipëri kanë cënuar konceptin e së drejtës ndërkombëtare dhe europiane. Sipas Kaklamanis, kjo çështje ka krijuar një ndjenjë shqetësimi për të gjithë grekët. Ai ka përmendur veçanërisht përdosjen e relikeve të shenjta, ungjillit, grailit të shenjtë, ikonat e hedhura mbi një kamion, veprime që kanë zemëruar klerin ortodoks grek dhe njerëzit. Duke vjuar, deputeti i Nea Demokracia pyet çfarë do të ndodhte nëse dikush do të kishte hedhur Kuranin në një kamion. Ndoshta do të digjej gjysma e planetit, ka shtuar ai. Më pas, Kaklamanis i drejton ministrit të jashtëm Evangelos Venizelos një pyetje ku i kërkon që Greqia të ndërhyjë në institucionet e Bashkimit Evropian, sa i përket financimit të një vendi aderues, ashtu edhe për procesin e pranimit, pasi qeveria shqiptare jo vetëm nuk e pengoi aktin, por e fshehu vandalizmin me dhunë. Ky zhvillim ndodh paralelisht me kërkesat që eurodeputeti grek Yorgos Koumoutsakos ngriti në Komisionin Evropian për çështje në fjalë dhe me të njëjtën përmbajtje.